Miq, tre faktorë kryesor. Pse Amerika me gjithë Izraelin sulmuan Iranin? Tashmë dihet që Izraeli është një shtet terrorist, një shtet me gjithë Benjamin Netanyahu, i cili mendon se drejton një popull i cili është zgjedhur nga Zoti. Dhe ndërkohë vrasin fëmijë, nëna, civil, njerëz pafajshëm dhe këta janë bijtë e Zotit. Por nuk e sulmuan Iranin sepse është një sistem jo demokratik, sepse nuk intereson shumë për demokracinë dhe nuk kanë respektuar asnjë parim të demokracisë. Dhe nuk e sulmuan Iranin sepse janë shkrirë drejtat e njerëzit, sepse nuk intereson shumë, por vrasin njerëz pafajshëm çdo ditë. Dhe nuk e sulmuan sepse Irani ka bombën atomike, sepse bombën atomike e ka edhe Izraeli. Dhe me të gjitha Irani zhvilloi një bisedim me Amerikën, që zgjati 3 javë, të cilët arritën një marrëveshje për sa i përket bombës atomike. Por këta e sulmuan. 3 arsye kryesore pse e sulmuan. Arsye e parë është sepse do të ketë në kontroll arin e zi i cili është nafta. Arsye e dytë është duke sulmuar Iranin, ka mundësi për të kontrolluar më të thjesht gjithë Mesdheun, duke i dhënë mundësi Izraelit që të shfarrosë një mirë popullin palestinez, sepse Palestina ndihmohet nga Irani. Dhe treta më e rëndësishme është, duke sulmuar Iranin, ka sulmuar Kinën, sepse Irani i shet naftën Kinës me çmim shumë më të ulët, duke bërë që Kina po bëhet superfuqi si ekonomi dhe teknologji, duke bërë një faktor kërcënues për Amerikën. Duke i mbyllur naftën, atë do të dobësojë nga ana ekonomike dhe teknologjike. Por dini diçka shumë të thjeshtë, që Irani nuk është një lodër që mund të bëjë çfarë të dojë Amerika, sepse Irani është një fuqi baruti dhe Irani është aleat shumë i rëndësishëm i Kinës dhe i Rusisë. Dhe nuk mund ta përdorim Iranin si do Amerika, sepse Irani ka dhe një ushtri shumë të formuar mirë. Do dini diçka shumë të thjeshtë, që sistemi politik i Iranit nuk është se u vra Ayatollahu edhe ra sistemi. U vra ai vendos një tjetër. Dhe mbi të gjitha ka një polici e cila është e mirë organizuar, një ushtri e mirë organizuar që është speciale, që është stërvitur vetëm për të mbrojtur regjimin, jo shtetin dhe jo rendin, për të mbrojtur regjimin. Janë 200.000 ushtarë të stërvitur në mënyrë speciale dhe kanë armatim pafund. Kështu që nuk është kaq e thjeshtë sa e menduan, por që sulmuan një vend sovran i cili nuk ka bërë